Kampionati kombëtar i bodybuilding në Shqipëri u zhvillua në 4 dhjetor, ku e veçanta e këtij kampionati ndryshe nga vitet e tjera ishte pjesëmarrja e femrave në të. Modelja e fitnessit Dorina Mema, e cila çdo mëngjes në ekranin e A1 Report jep leksione fitnessi në rubrikën e saj Good Morning Fitness, ishte pjesëmarrëse në këtë kampionat ndër 5 femra të tjera që merrnin pjesë. Ajo mori çmimin e parë në kategorinë fitness. Në një intervistë për mikrofonin e kamerën tonë, Dorina shprehu jo vetëm eksperiencën e saj në këtë kampionat, por të dha mesazhe e saj për të motivuar të rinj të merren me fitness. Është organizuar me të vërtet kampionati me datë 4, por këtë herë jo vetëm për meshkuj, por dhe për femra, dhe ka qenë një kënaqësi e madhe, më tepër për mua, sepse solla kupën e parë të fitnessit në Shqipëri dhe do doja që të isha si një motivim më tepër për femrat që ta kuptojnë se e rëndësishme është kjo pjesë dhe mos i dorëzohen dembelizmit, mos i dorëzohen të pamundurës. Pra çdo gjë është e mundur të arrish një trup të bukur. Kampionati u organizua pak ditë përpara dhe për herë të parë femrat ishin pjesë në kampionatin e fizikut këtu në Tiranë. Do doja të më flisje për kategoritë, por edhe për pjesëmarrësit që morën pjesë në këtë kampionat dhe për pjesëmarrjen e femrave. Patjetër, ta shpjegojmë. Atëherë filloi me junior, të cilët janë paraqitur shumë bukur dhe më kanë pëlqyer. Ishin të vegjëlit deri në 20 vjeç, pra ishte mosha nga 16 fillon deri në 20, kishte edhe 22 disa, por paraqitja e tyre ishte shumë e bukur. Do të thënë trupa shumë të stërvitur, të definuar bukur, dhe modeli i prerjes së flokëve, i buzëqeshjes së tyre, i pozimit të tyre, ishte goxha skenik. Në rrjetet sociale janë zhvilluar dhe debate, por edhe komente të tilla si trupi i Dorina Memës, do bëhemi se Dorina Mema, lakohet shpesh emri i jot. Është kjo fakti që ju keni sjell kupën e parë të bodybuilding në Shqipëri për sa i përket kategorisë për femrat? Pikërisht. Atëherë, në Shqipëri cilësohet bodybuilding sepse shikojnë një farë masë muskulare. Unë kam qëndruar deri në masën muskulare të fitness beauty fizik. Atëherë quhet fiziku, bukuria e fizikut trupor, i cili nuk arrihet pa stërvitje. Dhe stërvitja normalisht të krijon masën muskulare. Masa muskulare është ajo që na ndërton trupin. Ne nuk e ndërtojmë dot trupin as me mish, as me vjam. Masa muskulare është ajo që na zbukuron trupin dhe format. Pra na i thekson ato më tepër. Detyrimisht duhet të pranojmë dhe genetikën tonë. Pra jo gjithë njerëzit mund ta bëjnë, sepse nuk e kanë këtë genetik. Ka njerëz që i ka dhënë Zoti dhuntin për anën intelektuale, për një anë tjetër, ç'mund të themi, tjetër gjë, pastaj kur Zoti ka dhënë një genetik të mirë sportive, atëherë duhet ta shfrytëzojmë, pse jo. Dorina, mund të themi që mund të jesh një motivim shumë i mirë, por edhe për femrat e tjera që nuk e kanë patur ndërmend, por tani që shohin një femër që arrin një lloj suksesi, mund të jenë dhe ato të motivuar për të arritur në këtë fushjetë. Te palestra ku unë ushtrohem dhe po përgatitem dhe për 2 kampionate tjera tani që i kam çdo të shtunë. Merren disa vajza prap dhe vinë çdo ditë, vinë flasin, komunikojnë dhe regjistrohen, normalisht i shikoj që janë motivuar dhe kjo është preja e tyre. Kënaqësia ime më e madhe ka qenë nuk është më thonje ke trupin e bukur, nuk më jep kënaqësi kjo punë, sepse lodhem aq shumë sa ndonjëherë them nuk ndjej shumë kënaqësi kur ndjen shumë lodhje, sepse është punë me djers. Por kënaqësia është kur të tjerët të thonë na ke motivuar, dhe kam kaq vjet që nuk ja kisha vënë rëndësinë trupit, jam kaq e shëndosh dhe je ti ajo që më ke zgjuar këto mendime për trupin, që unë të punoj me veten dhe të arri dhe një gjendje të bukur, përveç se të shëndetshme. Pra të fillojnë të pëlqejnë veten e tyre, të bëhen të bukura për bashortin e tyre, për një fustan të bukur, të futen në botën e feminilitetit 100%. Po kjo nuk është e lehtë apo ja? Ju pak më parë më thatë që përveç primimit të ushqimit, por edhe stërviteni shumë. Është tmerrsisht e vështirë, por nuk është e pamundur. Dhe këtë i them gjitha femrave shqiptare, nuk është absolutisht e pamundur që të krijoni trupin tuaj deri atje ku doni ju. Pra, unë mund të ndaloj në çdo lloj pike që dua. Dhe mund të zbres. Pra kam rritur një masë muskulare dhe mund të zbres përsëri në formën bikini, duke ruajtur muskujt që bikinin e bëjnë më të bukur. Kush janë? Pikërisht është masa 0 e celulitit e yndyrës, nuk duhet të duket asgjë kundi, tonifikim këmbësh, tonifikimin e krave, kemi një bark pra, ndoshta me kutia apo ndoshta me 3 vizimet normale të saj, të shesht, dhe gluteusin dhe vithet e ngritura, të tonifikuara dhe tepër të forta. Ky është një bikini i bukur.
Dhe pikërisht vajzat që garuan atje ishin 3 për bikini. Vendi i dytë ishte goxha elegant, ishte Ada, ishte një vajzë nga Durrësi që doli në vendin e tretë dhe Eranda që doli në vendin e parë, e cila ka garuar dhe me mua në Kosovë, por atje nuk ka marrë asnjë titull. Ishit në një tjetër kategori? Normalisht. Ato nuk janë masa ime muskulare, ndahen kategoritë, ndoshta sipas gjatësive dhe ndoshta sipas peshës trupore. Unë jam 10 kg plus me muskull me bikini. Domethënë jemi larg si performancë trupore. Dorina, në projektet e ardhshme të tua si modele e parë shqiptare e fitnessit, cilat janë ato projektet e ardhshme? Mbase do prezantosh në vende të tjera në Shqipërinë? Një ofertë është bërë nga IFBB-ja, normalisht nga të kolegët e mi, është një vajzë shqiptare të cilën ne kishim në Juri dhe unë e kisha ftuar në Shqipëri atë, Rezarta, e cila është tashmë atje në Itali, garon me ato, por që nuk shikoj interes. Sepse kam dhe një ofertë shumë të mirë në vendet e lindjes, më pëlqen ajo botë, ndoshta më tepër dhe për vajzën time, më pëlqejnë vendet me diell, sepse këtu e kam tepër të vështirë. Dhe këtu më tepër po e bëj si humanizëm, pra ndihmoj çdo person që kërkon programet nga unë, ndërkohë që të punosh si personal trainer akoma nuk është edukuar Shqipëria me personal trainer. Masa muskulare normalisht është 10 kg më tepër se ç'kam dalë në Kosovë dhe është perfekt. Kam arritur në 4 muaj këtë pjesë dhe kjo është një punë shumë e madhe që kam arritur dhe këtu do ndaloj. Nuk shkoj më tej me masë muskulare, që mos kaloj në bodybuilding, por të qëndroj në body fitness. Dhe shpresoj që shteti të zgjojë këtë interes më tepër për të rinjt, sepse ky sport të heq të gjitha veset që mund të kenë të rinjt, ndonjë në kafene, pra ato PlayStation që harxojnë kohën e tyre më kot, që fillojnë pijen. Por mbi të gjitha është shëndeti kryesorja. Unë të falenderoj për gjithë bisedën. Ju falenderoj juve dhe është kënaqësi që jam pjesë e stafit tuaj. Mishtër e Zëdillit, na shtuar në tavolinë dhe Erando Kukeli, i cili është organizatori i kampionatit bodybuilding në Shqipëri dhe do donim ta pyesim për organizimin e këtij kampionati. Si erdhi organizimi? Po, organizimi vjen tani natyrshëm, na zhboi instinkt kjo punë. Kur vjen 10 ditë shqiptari tetorit, me fjalë ne angazhohemi që 2 muaj përpara. Merremi me gjithë problematikën, me financat. Gara ishte përsosur me aq mundësi sa patëm. Niveli i sportistëve ishte shumë i rëndësishëm, kishte pjesëmarrje dhe cilësi. Edhe historike është pjesëmarrja e femrave që na kanë nderuar me formën e tyre të shkëlqyer në nivel. Edhe hera parë, edhe me nivele europiane. E këtu kemi Dorina Memën, e cila është edhe imazhion diçka për Dorinën, për performancën e saj, ajo rëmbeu çmimin e parë për kategorinë e fitnessit. Dorina tani është bërë, si më thëmë, epiqendra e fitnessit për femra. Në fjalë, fitnessi për femra është kategoria më e lartë që mund të konkurrojnë femrat, në fjalë, se ka dhe kategori tjera. Po sigurisht çdo kategori ka rëndësinë e vet, por fitnessi do shumë përgatitje. Do doja të pyesja edhe për buxhetin. Në organizimin e një kampionati, siç është kampionati bodybuilding, normalisht që financimet e kanë një lloj burimi. Ky kampionat çfarë burimi kishte? Po, me thënë drejtën, nuk du me marrë rolën e qaramanit dhe shi, sepse gjithkush këto federatet dhe shkreta gjithmonë qajnë për punën e financave, po të jemi realist në fjalë, financat zero është turpi zotit në fjalë. Ky është sport që po bëhet shumë masiv. Shifsh, kudo ke pale, sepse mos këto rinia, më fjalë, duhet motivu njerëzit për të marrë me këtë, që ta kenë edhe një kulm për shembull, një garë shumë dinjitoze, që edhe ato dalin skenë. Pikërisht organizimi i këtyre kampionateve është dhe një lloj përfaqësimi për jashtë të Shqipërisë, sidomos për femra, që është hera e parë që femra të futen në këtë kampionat apo jo. Tu në Shqipëri në fjalë është hera e parë që organizu fitnessi. Vjet ishte një indicio me çunat, fitness, vetëm bodybuilding ka pas, kategoria bodybuilding. Viti që shkoi u dha një indicio, u krijua një grup për fitness, dhe si vjet këto i paraprin kësaj kampionatit kombëtar, sepse nuk ishte mundësia. Në maj ishte ky kampionat evropian, këto për përgatiteshëm kampionat kombëtar, por maj ishte kampionati evropian. Kështu që ato të parët morën pjesë atje.
Pastaj u bë kampionatin tash ndërtor dhe këto u kurorzuan edhe si kampione kombëtare. Unë ju falenderoj për këtë intervistë. Faleminderit shumë dhe media shumë rëndësishme për promovuar për qarë hallet me sportit sigurisht. Miqtë Reza Diellit ishe me Rando Kukelin dhe Dorina Memen që përfaqësojnë bodybuilding në Shqipëri. Unë ju përshëndes dhe miru takofshin në puntatet e tjera të ardhshme.